Drama 7 minuta e cila trajton dinjitetin dhe drejtat e punëtorëve u vu në skenën e teatrit Migjeni. Shkodra është ndalesa e tetë e kësaj shfaqje me regjinë Driada Dervishit dhe një tekst i fuqishëm të Stefano Massino. Një ngjarje në Francë disa vite më parë të 11 punojësve në një fabrikë tekstili u kthye në një dramë teatrale nga Massino, duke përcjell mesazhe të forta dhe duke ngritur pikpyetjen e një jete me dinjitet apo pranimit të një page, dilema me të cilat shoqëria përballet çdo ditë. Është një temë e cila na përket dhe mbetet shumë aktuale. Flitet për dinjitetin, flitet për të drejtat dhe unë synoj vazhdimisht nëpërmjet shfaqjeve teatrore të flas dhe të shkoj drejt një teatri social i cili komunikon me publikun, por nga ana tjetër ngre shumë pikpyetje për shoqërinë, për mënyrën se si gjërat shpeshherë vendosen pa u marrë parasysh dhe masa gjithmonë lihet e fundit për të vendosur. Ka të bëjë sigurisht me shfrytëzimin e të drejtave dhe kraut të punës, shfrytëzimin e kraut të punës dhe mungesën e të drejtave në një treg që ne e dimë është ende i pafuqizuar edhe në Shqipëri. Dy prej aktorëve, Zamira Kita dhe Olta Dako, tregojnë emocionet e tyre përballë publikut shkodran. Shkodra ishte shumë dashuri për ne, publiku na priti shumë mirë, salla ishte plot, kishte duartrokitje në fund dhe e gjithë shfaqja kaloi në heshtje. Pra publiku mori mesazhin, mori emocionin që këto 11 aktore që për mua janë ndër më të mirat që ka Shqipëria, përcollën në këtë shfaqje. Shfaqjet të tilla kanë filluar të mirëpriten shumë nga publiku. Duket që dhe publiku shqiptar ka nevojë për emocionin, e në mënyrë të veçantë ka nevojë për mesazhin. Pra përveç argëtimit do të marr edhe një mendim të bukur në shfaqjet teatrale. Kur kam ardhur sot, jam gjithë ditën emocionuar, kam kaluar një periudhë fantastike ku kemi punuar komedinë Krimi është imi. Falenderoj shumë publikun, një publik jashtëzakonshëm, falenderoj gjithë stafin teknik. Jam e lumtur, shpresoj që shfaqja të jetë pëlqyer dhe do doja të vija përsëri, do doja të punoja përsëri këtu, e dua Shkodrën ndjem si në shtëpi. Në dramën 7 minuta e cila pati shfaqjen në 19 marrin pjesë edhe aktorët e njohura Yll Kamuju, Luiza Gjuvani, Adelina Muça, Anila Bisha, Rudina Dembacaj, si dhe Alesia Gjemalej, Paula Kodra, Ailin Petrela dhe Joana Karaj. Kjo dramë e bazuar një histori të vërtet në qendër të vëmendjes ka privimin e drejtave të grave të cilat bëhen bashkë në një përpjekje heroike për të mos humbur vendin e punës.